ky fenomen, sidomos pra nëse bëhet fjalë për moshën 14-15 vjeç, pra minimator, problemi është akoma dhe më i thellë, sepse duhet kuptojmë që adoleshenca, pra të qenë adoleshent është një periudhë që ti kalon nga periudha e të qenurit fëmijë tek një tranzicion i të qenurit i rritur. Pra është një tranzicion i caktuar, kështu që në këtë rast është shumë e rëndësishme dhe unë e them, unë jam vetë prind, unë kam 3 fëmijë edhe i kam parë në tranzicionin e tyre të qenurit 13, 14, 15 ose 18, 19, 20. Por është shumë e rëndësishme për të kuptuar mesazhet që marrin adoleshentët tanë sot. Unë mendoj që ritmi i jetës sot, sidomos për prindrit, është shumë i shpejt. Pra, prindrit sot janë shumë të fokusuar tek puna, ose bëjnë shumë punë, bëjnë 2, 3, 4 punë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që prindrit nuk kanë kohë për fëmijët e tyre, për të kaluar me fëmijët e tyre, për t'i dëgjuar, për dëgjuar jo vetëm sukseset e tyre, por për dëgjuar edhe shqetësimet e tyre, edhe shkurajimet e tyre, edhe dështimet e tyre, sepse sidomos mosha 13, 14, 15 kalon një lloj tranzicioni caktuar për të kuptuar kush jam unë, kush është identiteti im, çfarë më bën mua që të jem unike. Edhe nëse një prind nuk ndalon për të kuptuar, për të afirmuar ëndrat, për të afirmuar dhuntit, talentet e fëmijës së tyre, e di se çfarë do bëj ai adoleshent që është 13, 14, 15, atë afirmimin që nuk e gjen tek prindrit e tyre, tek prindri vet, do e gjej tek shokët, tek shoqet, tek media sociale, kështu që do marr një informacion të gabuar rreth vetes vet. Dhe do filloj të bëj kompromis me identitetin e vet, pra në mënyrë që të marr një like në Instagram, një like në TikTok, një follower, edhe fillon dhe bën disa gjëra për sidomos kur ka shembuj jo të mirë,